Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri. Sot do të flas për eklipsin e hënës, që do të jetë javën që vjen. Kur është eklipsi, po mundohem që ti bëj gati pak më herët. Unë flas për të gjitha shenjat me radhë. Si fillim, them një ndikimet e përgjithshme, që do të ketë cikli i hënës në këtë rast, pastaj kaloj tek shenjat. Para se të kaloj tek ndikimet që do të ketë ky eklips i hënës, si fillim po them një shërbimet e mia. Unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë, është të hënë dhe të premte. Të hënave bëj ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje të alternuar. Ndërkohë që ditëve të premte bëj parashikimin javor. Të gjitha këto video mund t'i gjeni te kanali im i YouTube-it, në përgjithësi të nesërmen mund i keni gati, maksimum një ditë më vonë i ve. Ndërkohë që përveç këtyre kam në paraqitjet e mia në televizione dhe këto janë të hënët të premte, të hënave janë te kanali Adyshene në programin Dita Jon, ndërkohë që ditëve të premte jam tek Top Channel në program. Këto janë shërbimet të cilat janë për publikun, pra për ju, dhe janë pa pagesë, ndërkohë që përtej këtyre, duke qenë se çdo individ ka nevojë për informacione që i përkasin specifikisht atij, mund të prenotoni konsultën tuaj personale, gjatë të cilës flitet vetëm në lidhje me hartën tuaj personale, për hartën tuaj të lindjes, dhe si do bëhet analiza e saj. Për të gjithë ata që nuk e din orën e saktë të lindjes dhe nuk kanë mundësi që të dinë ascendentin, mund edhe ta merrni këtë si shërbim nga unë, duke qenë se unë kam studiuar për astrologji dhe di mënyra të ndryshme se si mund të gjendet dhe ascendenti, pra si mund të gjendet ora e saktë e lindjes. Përveç këtyre bëj dhe analizën e lidhjes, çfarë do lloj lidhje, çfarë do lloj kontakti që dëshironi që të keni informacione, dhe detyrimisht edhe parashikime në lidhje me të ardhmen tuaj ose të një situate të caktuar. Këto të gjitha shërbimet që sa përmenda mund t'i prenotoni duke më shkruar nga numri im WhatsApp-it. Është vetëm një platformë që pranon prenotime. Të gjitha platformat e tjera tashmë nuk është se ju përgjigjem kërkesave në lidhje me prenotime. Prandaj nëse dëshironi që të prenotoni, më shkruani nga WhatsApp-i. Nëse më merrni në telefon, automatikisht ju bëj blok. Okej. Këto janë shërbimet e mia, tashmë po kaloj më njëherë te ndikimet që do të ketë ky eklips i hënës. Sa po kaloj eklipsi i diellit, nuk kemi shumë. Ishte tek shenja ujorit. Ndikimet e tij ishin shumë të fuqishme kur kemi eklips, sidomos siç ishte edhe ky që kishte një ndikim vërtet shumë të madh, sepse kishin vendosur ndryshime shumë të mëdha planetare të shenjave, siç ishte i Saturnit, po ashtu dhe Neptuni sapo ka kaluar tek shenja e re. Për më tepër që edhe Urani po përgatitet që të kalojë tek shenja e radhës, dhe i njëjti eklips kishte edhe një kënd negativ me drejtuesin e tij, duke qenë se ishte tek shenja ujorit, kishte një kënd negativ edhe me Uranin. Kjo do të thotë vërtet probleme shumë të rëndësishme në natyrë që po i vëmë dhe aktualisht, detyrimisht që do të thotë edhe gabime njerëzore, sepse gjithçka është shkak në këto momente, pra gjithçka është umblot, më mirë të themi. Video që ishte në lidhje me eklipsin e diellit do t'i këshilloj që ta ndiqni, sepse ndikimet kur bëhet fjalë për eklipset nuk është se fillojnë dhe mbarojnë brenda ditës, nuk janë një lloj si hëna plot dhe hëna e re. Pra ato vazhdojmë që të ndiejmë për disa vite me radhë. I eklipset e diellit vazhdojmë që ta ndiejmë edhe për 2 vite e 5 muaj në vazhdim. Është vërtet shumë i fuqishëm dhe do të jetë vërtet shumë dominant në periudhën që kemi përjetuar. Eklipsi i hënës është pak a shumë e njëjta gjë. Duke qenë se i përket një cikli që tashmë sapo ka filluar, është shumë i rëndësishëm, dhe eklipsi i hënës në përgjithësi do thotë fillimi i fundit. Prandaj edhe do të thotë një përzierje mirë gjithçka që po ndodh në këto momente, përzierje në mënyrë që pasaj prej tyre të mund të përzgjedhim edhe gjërat që janë të rëndësishme për ne. Duke qenë se ky eklips do të jetë i vendosur tek shenja e Virgjëreshës, pra është një hënë plot tek shenja e Virgjëreshës, ndikimet në përgjithësi ose elementi kryesor, ndikimi kryesor është përhapja e infeksioneve. Po them se fillim mirë orën dhe ditën që do të ndodhi, pastaj do të kaloj tek ndikimet e të tjera. Atëherë, ky eklips i hënës do të jetë në datën 3 mars.
është ditën e martë, javën që vjen, do të jetë në orën 12:38 të drekës dhe është një nga eklipsat më të rëndësishme që kemi kaluar, përjetuar deri në këto momente. Siç e thash, duke qenë se do të thotë edhe shpërndarje e infeksioneve, kjo mund të prek në mënyrë të ndukshme komplet popullatën. Këto infeksione, aq sa janë në trupin fizik, pra tek ne si fizik, duke qenë se në këto momente është të prekur shumë edhe teknologjia, mund të preket edhe mund të kemi dhe shpërndarje shumë të mëdha të viruseve, të cilat do të prekin sistemet e komunikimit, pra rrjetet sociale, në të raste mund të kemi dhe viruse që prekin kompjuterat, telefonat e të tjerë. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që çfarë do lloj gjëje që në këto momente ju vjen nga dikush që nuk e njihni, qoftë email, qoftë mesazh, qoftë telefonat, mos e merrni parasysh. Mundësisht numrave që nuk i njihni, mos japni telefonin dhe të qoftë se janë persona të cilët ose janë numra që nuk i dalloni dot numër të themi, do të këshilloj madje që të bëni dhe blok. Ky është një paralajmërim shumë i rëndësishëm sepse futemi tashmë në fazën që manipulimi është vërtet shumë i lartë. Gjatë këtij eklipsi të hënës, Mërkuri do të jetë në retrograd dhe Mërkuri është komunikimi. Duke qenë se është i vendosur tek shenja e peshqve, domethënë marrëdhënia që ne kemi me kolektivin, intuita, pra lidhja jonë që kemi me logjikën ose intelektin kolektiv. Prandaj dhe në këto momente jemi duke ndryshuar një farë frekuencë, si do nuk arrim që ta perceptojmë mirë edhe realitetin dhe frekuencën e re në të cilën do po zhvendosemi. Ky është edhe arsye që mund të bëjmë shumë gabime, ky është edhe arsye që jemi shumë më të hapur ndaj manipulimeve. Detyrimisht ka persone që këto momente i përdoren, prandaj dhe por i përsëris do të këshilloja që të mos bini për e tyre, ta mbroni veten sa më tepër që të jetë e mundur. Kjo është fjala për teknologjinë. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi ndikime, siç e thash, edhe tek shëndeti fizik, duke qenë se kemi përhapjen e shumtë të infeksioneve. Duke qenë se është e vendosur dielli dhe shumë vendosje të tjera madje do t'i kemi tek shenja e peshqve, ndikime më të rëndësishëm ta kemi një te sistemi imunitar dhe e dyta do të jetë tek këmbët. Prandaj dhe në këto momente të jemi të kujdesshëm në lidhje me higjienën e këmbëve ka shumë rëndësi, sepse vërtet që mund të kemi përhapjen e sëmundjeve prej në këtë pikë. Pra, si të kërpudhave, tek thonjtë e këmbëve, pra në vende të cilat janë publike, si për shembull në palestra, në sauna e të tjerë. Do t'i këshilloj patjetër që të lëvisim me shapka në mënyrë që të mos kemi përhapjen e këtyre sëmundjeve, pra të mund t'i parandalojmë. Kjo është një ndër ndikimet më të rëndësishme që ka ky eklips i hënës. Duke qenë se siç e thash, eklipset e hënës, domethënë fillimi i fundit, në këtë rast do të kemi edhe mbarimin e shumë problemeve që ne i kemi shkaktuar vetes tonë, sepse nuk kemi qenë të qartë në ide dhe mund mos kemi qenë praktik në lidhje me jetën tonë. Mund të kemi qenë shumë të shpërndar, pra. Ka qenë një energji shumë e përgjithshme, ka një periudhë shumë të gjatë që ka qenë e tillë, duke qenë se kemi pasur shumë vendosje tek shenja e peshqve dhe më rëndësishme për tyre ishte Saturni. Ndonse ka dalë dhe deri tek eklipsi i hënës do të kenë kaluar afërsisht 3 javë, kjo nuk do të thotë që do të jemi fiks të ambientuar, përkundrazi, do të jemi akoma në energjinë e ambientimit. Për këtë arsye, do të këshilloj të gjithëve që të jemi vërtet shumë të programuar. Kjo do të na ndihmojë që të piketojmë se cilat janë gjërat që në këto momente po mbarojnë, që janë të pashëndetshme në mënyrë që ne ta ndihmojmë sistemin. Është një ndër ndikimet sa të lodhshme, po aq edhe pozitive në të vërtetë. Është pozitive për këtë arsye, ndonse kemi përhapjen e infeksioneve, ndonse kemi përhapjen edhe të viruseve, siç e thash, në lidhje me teknologjinë dhe manipulimit, zmadhimit të tij, duke qenë se i njëjti eklips si hëna, po ashtu edhe dielli, do të kenë një kënd pozitiv me Jupiterin, i cili është vërtet mbrojtës, krijon një farë mburoje tek ne. Kjo do të thënë që sistemi gjatë këtij eklipsi dhe gjatë kësaj periudhe na mbron në mënyrë të dukshme, mjafton që ne të jemi të vetëdijshëm. Çfarë do thotë kjo? Në qoftë se ne veprojmë për të mirën e kolektivit, pra për të mirën e shoqërisë, vërtet që do të marrim një ndihmë shumë të madhe. Por në qoftë se qëllimi jon është për të bërë keq dikujt, për të penguar dikë, për të arritur qëllimin e tij, ose për të qenë i suksesshëm, pavarësisht se na prek apo s'na prek ne, siç mund të vjetre shumë shpesh dhe në shoqërinë ku ne jetojmë, në këto momente sistemi vërtet që të ndëshkon.
në një mënyrë ose në një tjetër. Mund të kemi sëmundje fizike, mund të kemi edhe probleme shumë të rëndësishme brenda familjeve. Duke qenë se në këto momente ky ndihmues ose kjo mburoj që sapo përmenda është e vendosur tek shenja gafore, domethënë edhe familja. Dhe mbi të gjitha, që është pjesa më e rëndësishme, për trojet shqiptare, ose më them për ne që jetojmë brenda Republikës së Shqipërisë, është edhe më e rëndësishëm sepse një Jupiter është i vendosur mbi Marsin ton. Prandaj, në qoftë se në këto momente ne vazhdojmë me instinktin që duhet të luftojmë të tjerë dhe të jemi individualist, vërtet që do të ndëshkohemi në mënyrë të dukshme. Por, në qoftë se ne mendojmë, siç e thash, për shoqërinë, mendojmë për familjen e madhe në këtë rast, jo thjesht me familjen bërtham, atëherë kemi mundësi që sistemi të na ndihmojë. Japim mundësi me sistemit që të na ndihmojë, sepse sistemi funksionon nëpërmjet njerëzve, s'ka si ta bëj vetë. Një ndër ndikimet më të rëndësishme tek këtë eklipsi, duke qenë se do të kemi shumë vendosje tek shenjat e peshqit, domethënë një intuit vërtet shumë e lartë, ndikime shumë të mëdha në lidhje me mjekësinë, rikthimin e mundësive të cilat deri në këto momente nuk i kemi perceptuar, se kemi qenë të fokusuar tek një detaj i caktuar dhe kjo na ka shtyrë që të humbasim kohë. Siç e thash, kishim edhe Saturn të vendosur tek shenja e peshqve dhe kjo shpërndatet në mënyrë të dukshme energji, ndërkohë që në këto momente jemi të fokusuar tashmë. Kemi disi më të thjesht ta përdorim pra intelektin ton, pavarësisht se Merkuri do të jetë në retrograd. Kjo bëhet edhe më e mundur duke marrë mendimin e të gjithë personave tek të cilët ne kemi besim, sidomos tek familjarët tanë. Përsëris në këto momente familja, këtu nuk bëhet fjalë thjesht për familjen bërtham, edhe këto përsëris bëhet fjalë për familjen e madhe, pra shoqërinë. Duhet të marrim mendim nga personat tek të cilët kemi besim, pra tek personat që janë pak a shumë familja jonë shpirtërore, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të arrijmë një rezultat ose mund të arrijmë që të marrim vendime të shëndetshme. Kemi një zgjerim shumë të madh të perceptimit, duke qenë se kemi edhe një ndihmë shumë të madhe edhe nga teknologjia. Aq sa është negative në këtë moment, aq sa mund të jetë e sulmuar, aq edhe mund të na ndihmojë nëse përdoret ashtu siç duhet. Pra nëse ne mbrojmë veten tonë, do të ndodhë komplet e kundërta, kemi mundësinë që ta përdorim edhe inteligjencën artificiale edhe teknologjinë në avantazhin tonë, mjafton që të jemi të vetëdijshëm, pra. Kjo do të na ndihmojë edhe në lidhje me zhvillimin e mjekësisë, që kemi filluar të ndiejmë faktikisht gradualisht, dhe nga ana tjetër do të na ndihmojë shumë edhe për të shpërndar këto kura të cilat në përgjithësi do të jenë më tepër nga ana shpirtërore dhe psikologjike. Kjo do të ndikojë pra një rehatim, të themi, tek sistemi jon nervor, tek ana jon shpirtërore, do të ndikojë në mënyrë shumë pozitive edhe në anën tonë fizike. Gjë që mund të na ndihmojë edhe që të kalojmë shumë më thjesht të gjitha këto infeksione që mund të përhapen në këto momente që i përmenda që në fillim. Në të vërtetë, të gjitha këto, çfarë po ndodhin tani, janë që të nxjerrin në skenë një individ i cili është më i përshtatshëm që të bëhet një me kolektivin, pra, që ta ndihmojmë më tepër kolektivin. Një individ i cili është më tepër empatik, që ndjen dhimbjen e të tjerëve një lloj sikur të tjerë. Kjo është një ndër arsyet më të rëndësishme që në këto momente po bëhet pak a shumë vaksinimi. Pra, të gjitha këto infeksione që po përhapen në këto momente, është një lloj vaksinimi që bëhet individit në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi dhe vetëdijsimi. Pra, në të vërtetë nuk është diçka negative, por detyrimisht kur jemi të pavetëdijshëm dhe kur nuk dojmë që të marrim mësimet që na duhet të marrim dhe mbi të gjitha, në qoftë se dalim kundër shoqërisë dhe jemi egoist, vazhdojmë që të rrim në atë individualitetin tonë, vërtet që në këto momente nuk do shkojmë vetëm ne, po do shkojmë të gjithë së bashku. Prandaj kjo është edhe një nga momentet shumë më të rëndësishme. Dikimi që kishte eklipsi i diellit ishte pikërisht ky, të perceptojmë vendin tonë që kemi në shoqëri, ndërkohë që në këto momente në një farë mënyrë po bëhet integrimi tek ai. Ky eklipsi hënës në të vërtetë është i njëjti që është në të njëjtën gradë, më të themi, ka pothuajse të njëjta tematika që ka pasur edhe eklipsi i hënës përsëri në 3 mars të vitit 2007. Si rrjedhoj, të gjitha tematikat që kanë qenë të hapura në ato momente do të jenë të hapura ose do të rihapen edhe tani në mënyrë që të mund të mbyllen.
Duke qenë se në këto momente kemi një efekt shërimi, do të thotë që nëse në ato momente kemi pasur probleme me shëndetin, ose kemi pasur probleme me familjen tonë, ose një situatë të caktuar, probleme për të arritur suksesin që na nevojitet në karrierën tonë, e të tjerë. Të gjitha këto tematika rikthehen edhe një herë në jetën tonë në mënyrë që t'i zgjidhim. Duke qenë se asnjë gjë në sistem nuk funksionon që filloj sot dhe mbaron sot, gjithçka është një cikël, pra që ripërsëritet derisa ne të mund ta zgjidhim atë si problem. Të gjitha problemet që kanë ekzistuar në ato momente, pra në vitin 2007, do të rikthehen edhe një herë në mënyrë që tani të mbyllim. Kjo do të thotë që kemi edhe aftësinë që ato çfarë na ka ngelur peng pak a shumë, të mund t'i kalojmë në këto momente. Në përgjithësi, ky eklipsi hënës, pavarësisht është eklips, dhe pavarësisht se eklipse në përgjithësi i druhemi, pra sepse është një ndikim vërtet shumë i madh, duke qenë se ka një mbrojtje shumë të madhe, është një ndikim pozitiv. Një ndër gjërat të cilat mund ta kemi pak të vështirë të gjithë për ta bërë, është që të krijojmë stabilitet ekonomik, sepse në këto momente gjithçka është duke ndryshuar, prandaj nuk kemi shumë të qartë se cilat janë elementet që duhet të mbajmë në dorë. Kjo është edhe arsye që thash që nëse duam që të marrim vendimet e sakta, duhet të marrim disa mendime, detyrimisht të personave që kemi besim. Kjo është e vetmja mënyrë për përsëris që ne të mund ta përdorim këtë moment në maksimumin tonë. Dhe gjithçka që në këto momente është rikthyer në jetën tonë, nuk do të këshilloja që ta mbanim aty. Është rikthyer thjesht për të mbyllur, sepse eklipsi hënës do të thonë fillimi i fundit. Për përsëris është era 4 për përsëris një të gjë, po e them thjesht sepse kemi edhe retrogradën e Mërkurit dhe mund të kemi edhe tendencën që në këto momente të duam, sepse ndiem shumë sentimental, pra, të duam që të mbajmë gjithçka në jetën tonë. Pak më tepër që kemi vërtet shumë vendosje tek shenja e peshqve, jemi vërtet shumë të ndjeshëm, intuita është shumë e lartë, por kjo në disa raste, në vend që të na bëhet ndihmë, mund të na bëhet pengesë, sepse në vend që të vendosim me logjik, pra, vendosim me anë vetëm me ndjenja, duke bazuar tek ndjenja, sepse gjatë këtij eklipsi të hënës, elementi ari, që do të thënë logjika, komunikimi dhe intelekti, pra, është i ulët, përdorimi i intelektit është i ulët, prandaj dhe më tepër mund të bazohemi tek ndjenjat tona, gjë që detyrimisht nuk është e këshillueshme. Okej. Një ndër ndikimet më të bukura që kishte ky eklipsi hënës, pavarësisht se është i vështirë sepse jemi futur në një fazë ku nuk ka më thjeshtësi, është e bazuar në të gjitha vendimet që kemi marrë në këtë moment, është shkak pasojë, pra tani po përjetojmë pasojat pak a shumë të zgjedhjeve që kemi bërë. Gjithçka që ne kemi punuar vërtet që do të pasqyrohet pothuajse më një herë në tokë. Dhe të gjithë personat të cilët, siç e thash, mundojnë për të mirën e shoqërisë, vërtet që do të shpërblehen në mënyrë të dukshme në këto momente. Një ndikim tjetër, i cili edhe ky është pozitiv në lidhje me shëndetin e përgjithshëm, siç e thash, preket më tepër shëndeti shpirtëror nga ky eklipsi hënës, por nga ky eklipsi hënës do të dalin në skenë disa individ të cilët kanë aftësi shëruese. Këtu nuk bëhet fjalë për persona të cilët të përdorin spiritualitetin për të shëruar, bëhet fjalë për persona që janë të heshtur, pra, që e kuptojnë që kanë një fuqi të tillë, një lloj energjie e cila është shëruese, do të thonë që dalin më tepër në skenë, ta kuptojnë më mirë veten e tyre, pra, dhe si rreth të shërojnë më tepër kolektivin shoqëror. Është një ndikim vërtet shumë madh pozitiv, edhe pse ky si ndikim nuk është se do të ndihet menjëherë nga të gjithë, por në sfera të ndryshme, pra do të fillojë që të ndihet në mënyrë të dukshme. Në përgjithësi, ajo çfarë më duhet të them, në përgjithësi kemi ndikime pozitive. Kandi i vetëm i cili është negativ, i cili do të jetë disi problematik. Kemi një kënd negativ midis Venusit dhe një asteroidi i cili quhet Hygeia, që ka të bëjë drejt për së drejti me shëndetin tonë fizik, dhe ky është i vendosur tek një zonë e cila mund të na ul imunitetin dhe si rrethoj mund të krijojë dhe mund të na detyrojë më mirë të themi që të bëjmë edhe regjim shtratë ose që të qëndrojmë të izoluar, duke qenë se kemi edhe në këto moment edhe disa vendosje tek shenja e briciapit. Kjo mund të thotë që këto infeksione që përhapen mund të jenë në masë dhe si rrjedhoj mund të krijojnë edhe një ambient të përshtatshëm për përhapjen edhe të epidemive. Prandaj, në këtë pikë do t'ju këshilloj që të kujdesemi vërtet shumë për shëndetin tonë fizik. Në përgjithësi duket bakterial, pra në qoftë se jemi të kujdesshëm në lidhje me higjienën,
do ta kemi shumë të thjeshtë që të mos e lejojmë. Pra, çfarë do lloj gjëshi të jetë në këtë moment që të përhapet. Që të mbajmë maska, këtu bëhet fjalë për personat që kanë risk në lidhje me shëndetin e tyre, sidomos tek mushkrit, komplet tek sistemi frymëmarrjes, do t'i këshilloj që të jenë edhe më të vëmendshëm, dhe të gjithë ata që kanë probleme me diabetin ose me tiroidet, në këtë moment do t'i këshilloj që të mbrohen edhe më tepër. Se si mund të shkaktohet, nuk e di sepse normalisht nuk kurse jam doktoresh, por ky lloj infeksioni që mund të dalë në këtë moment mund të prek komplet edhe këtë zonë dhe si edhe mund të kenë edhe një agravim shumë më të madh. Këto ishin ndikimet që kemi tek shoqëria, tek njerëzit, tek mjekësia. Sot i thash pak të shpërndara, por kemi edhe disa ndikime të cilat janë shumë të rëndësishme dhe që nuk mund të them se janë shumë pozitive. Këto kanë të bëjnë në lidhje me natyrën. Duke qenë se në këto momente natyra është duke na luftuar, këtë e dim arsyen pse. Sepse ne kemi luftuar deri në këtë moment dhe si rridhoj tashmë dhe ajo po na lufton ne. Kemi vazhdimin e ndryshimeve ekstreme të motit, siç e kemi ndier deri në këtë moment, mund të vazhdojmë që të ndjejmë deri në fund të prillit për fat të keq, dhe ky eklips i hënës do ta ndikojë edhe më tepër zonat të cilat janë të çveshura, por që nuk kanë bimësi aq sa duhet, duke qenë se është vërtet shumë i prekur nga ky eklips. Ai çfarë do të vijë re është fortuna, përmbytje që i kemi vënë, nëse vazhdojmë që të kemi shire, do të vazhdojmë që të vëmë probleme këtu se lëvizjet e tokës që kemi ndier deri në këtë moment mund të vazhdojnë që të jenë aktive edhe pas kësaj, sepse ajo çfarë ka ndodhur se toka është e tengokur tashmë, mund të vazhdojmë që të kemi edhe lëvizje të tilla, mund të kemi aksidente, këtu bëhet fjalë përsëri në lidhje me natyrën. Nga ana tjetër mund të kemi edhe aksidente anëherë, sepse mund të kemi një mjegull vetëm në det. Kjo bëhet fjalë vetëm në det, dhe mund të kemi si edhe mbytye më pak detyrimisht, por në vartësi të mjegullit, pra në vartësi të zonës mund të vëmë edhe gjëra të tilla. Dhe kemi edhe ngjarje të lidhura me gazin ose me kimikate, ose më thënë po kalojmë në kriza vërtet shumë të forta, sepse na duhet të kalojmë një rend të ri dhe nga ky eklips i hënës në të vërtetë do të thonë që të gradualisht të futemi në një rend të ri dhe të stabilizohemi aty. Siç e thash, ky eklips i hënës nuk është negativ, por ndikimet në këto momente nga që janë shumë të luhatura dhe ne vetë si individ jemi shumë të luhatur, detyrimisht mund ta përjetojmë në mënyrë të vështirë, por përfundimi është vërtet shumë pozitiv sepse kemi vërtet shumë vendosje pozitive. Një ndikim të cilën e kam vënë shumë shpesh është që në momentin që kemi kënde pozitive kaq shumë sa që kemi gjatë këtij eklipsi të hënës, për fat të keq e gjithë trysnia që është krijuar nga këndet negative që kemi në këto momente mund të shpërthej në momente që kemi kënde pozitive, si rrjedhoj do t'i këshilloj të gjithëve që të jemi shumë të kujdesshëm. Kemi shumë të prekur jetën tonë shoqërore, pra shoqërinë në përgjithësi, kemi shumë të prekur edhe shëndetin mendor, prandaj dhe të gjithë personat të cilët e dini që kanë nevojë për një ndihmë, për një mbështetje, do t'i këshilloj që të gjenden vërtet shumë pranë, sepse vërtet që personat që janë të ndjeshëm emocionalisht do të ndikohen shumë herë më tepër nga ky eklips i hënës dhe si edhe mund të kenë pak a shumë edhe shpërthime emocionale në disa raste, mund të kenë edhe probleme të rëndësishme psikologjike. Shenja e dashit nga ky eklips i hënës. Shenja e dashit ndikohet drejt së drejti tek jeta e tij e përditshme, te praktikiteti më mirë që të them që kemi dhe te shëndeti fizik. Është shenja me prekur në lidhje me infeksionet që përmenda, prandaj duhet të jetë shenja me kujdesshme. Por nga ana tjetër është të shenja që mund ta përdormë te perfekasitet këtë eklips të hënës. Arsyeja që po e them këtë është se do të jetë drejtuesi juaj vendosur tek shenja e peshqve, që është e njëjta shenjë ku do të jetë vendosur edhe dielli gjatë këtij eklipsi të hënës. Dhe si rrjedhoj, në mënyrë intuitive do të mund të kuptoni se cila është rruga që duhet të ndiqni. Prandaj dhe në këtë moment do të këshilloj vërtet shumë që të ndiqni intuitën tuaj. Në qoftë se nuk keni besim tek intuita juaj ose keni nevojë për mendim, do të këshilloj që të merrni patjetër mendimin e prindërve tuaj, nënës, babait, është shumë e rëndësishme. Ose në qoftë se
ata persona nuk i keni më në jetë, do të këshillosh të drejtohesh tek persona që i konsideroni si të tillë. Pak a shumë persona që kanë një farë bagazhi në jetë, kanë një farë eksperiencë në jetë dhe ku mund të mbështeteni tek mendimi i tyre. Këtë po e them sepse shenja e dashit gjatë këtij eklipsit të hënës do të lodhet vërtet shumë. Në qoftë se nuk e ka rrugën të qartë, pra do të lodhet vërtet shumë, por nga ana tjetër, nëse e ka rrugën të qartë, do të ndodhë komplet e kundërta, do të mund të ketë një rritje vërtet kolosale. Kjo sepse val kësaj hëne të plot, pra këtij eklipsi të hënës, do të fillojë të spastrojë gjithçka që është problematike në jetën e tij, do të bëhet shumë më tepër praktik. Ndërkohë që deri në këtë moment mund të ketë akumuluar një farë frike ose një farë fobie kundrejt gjithçka që është e panjohur, sepse ka pasur shumë ndikime të rëndësishme gjatë gjithë kësaj periudhe në lidhje me këto tematika. Ka pasur një trysni vërtet shumë të madhe tek bota e tij e brendshme, një trysni shumë të madhe tek sistemi i tij nervor. Gjatë këtij eklipsi, më të themi, kjo trysni ngrihet, pothuajse komplet dhe jemi më të qetë tashmë. Por ajo intuita, duke qenë se siç e thash, nëse nuk kemi besim, nuk mund të gjejmë edhe rrugën e duhur, pra nuk kemi të qartë, do t'i lodhi edhe më tepër sepse mund të drejtojnë në disa vende një herësh. Prandaj edhe që ti jemi më të qartë se ku duhet të shkojmë, duhet marrim patjetër mendimin e të tjerëve, sepse ata do të na drejtojnë në rrugën e duhur. Në këto momente tek shenja e dashit kemi të vendosur Saturnin. E kam thënë shumë shpesh që Saturni është një planet malefik, pra në të vërtetë është negativ sepse na pengon që të rritemi. Por për fat të mirë në këto momente do na bën komplet të kundërtën, nuk është se na pengon që të rritemi, na pengon që të hedhim hapa të pamenduar mirë, pra na bën më përgjegjës. Dhe ky eklips i hënës, duke qenë se do të spastrojë gjithçka që nuk është praktike në jetën tonë, do të na hapi shtigje të reja, do të fillojë që të hapim mirë shtigje të reja që ne të mund të avancojmë, që të kemi jetën shumë herë më të shëndetshme, që të jemi shumë më të efikas në jetën tonë, na bën më të përgjegjshëm që edhe kundrejt kohës që harxojmë pra për gjithçka. Prandaj edhe ky eklips i hënës, edhe pse është i lodhshëm, por i përsëris në të vërtetë ka një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv, si përfundim. Spastron nga jeta juaj gjithçka që nuk ka vlerë, më të themi. Nga ana tjetër, shëndeti fizik është i prekur dhe shëndeti mendor, lodhja që vjen, domethënë si edhe kësaj, sepse kemi fillimin e diçka të re, komplet diçka të re në jetën tuaj, është vërtet shumë i madh, prandaj do t'ju këshilloj që ta merrni gjithçka me qetësi, t'i bëni gjërat një nga një. Në qoftë se e bëni një nga një, keni mundësi që të bëni gjithçka vërtet, por në qoftë se mundoni që të bëni gjitha gjërat njërësh, nuk do t'ju mjaftojë energjia për asnjë gjë. Një ndër ndikimet e tjera që ka gjatë këtij eklipsit të hënës është shumë e rëndësishme, keni një mbrojtje kolosale nga sistemi. Prandaj edhe keni mundësi që edhe të avanconi shumë në karrierë, por edhe të krijoni familje. Këtu vërtet që bëhet fjalë për familje, për të martuar, për të bërë me fëmijë, për të rregulluar ambientin ku jetoni, pra nëse dëshironi edhe mund të zhvendoseni në një vend madje që të jetë shumë më i shëndetshëm për ju. Por, duke qenë se është retrograda e Mërkurit, këshilla ime do të ishte që në këto momente të studioni, ta piketoni dhe zhvendosin të bëni pas datës 22 mars. Shenja e Demit. Për shenjën e Demit, ky eklips hënë ka ndikime në përgjithësi pozitive. Pika ku gjërat që do të mbarojnë, që do të dalin nga jeta juaj, janë pikat ku ju keni pak a shumë ndëruar pa kuptim, gjërat sidomos në lidhje me lidhjet, sentimentale, do të kuptoni shumë mirë se cilat kanë qenë ato ku keni investuar kohën tuaj kot dhe që në të vërtetë nuk keni vlerësuar ashtu siç duhet. Kjo nuk do të thotë thjesht se lidhja juaj aktuale, do të thotë edhe në ato çfarë keni përjetuar të shkuarën. Dhe fal kësaj do të vlerësoni veten tuaj më mirë. Gjatë këtij eklipsi të hënës, Urani, i cili është vendosur tek shenja juaj, do të ketë një kënd pozitiv pikërisht me drejtuesin tuaj me Venusin. Ky është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv. Për ju ndihma më e madhe vjen pikërisht nga ju, nga brenda jush. Arrini që të perceptoni shumë mirë se cila është si duhet të veproni që të realizoni ëndrat tuaja, që ky eklips i hënës ju hap pikërisht këtë rrugë. Heq qafe të gjitha pengesat të vetë shkaktuara ose të shkaktuara nga ambienti ose nga personat të caktuar, pak rëndësi ka, në mënyrë që ju të mund të arrini qëllimin dhe të arrini të realizoni ëndrat tuaja. Për shenjën e Demit, ky eklips dielli, ky eklips i hënës është vërtet shumë i rëndësishëm dhe shumë pozitiv në përgjithësi. Këshilla ime do të ishte që
vërtet në qoftë se shikoni diçka që nuk shkon me partnerin tuaj sentimental, ta merrni seriozisht, sepse në këto momente keni tendencën vërtet shumë të madhe që të manipuloni veten tuaj, thjesht në qoftë se keni investuar tek ai si individ. Arsyeja që mund ta bëni këtë është se gjatë këtij eklipsit të hënës kemi shumë pak vendosje të vendosura tek shenjat fikse. Pra gjithçka është duke ndryshuar në këto momente dhe kjo ju krijon brenda jush një farë pasigurie. Si rrjedhoj, doni që të mbani jetën tuaj gjithçka që e keni aktualisht. Detyrimisht, nëse është e pashëndetshme, kjo ju shkakton dëme shumë të rëndësishme, prandaj do t'i këshilloj që vërtet t'jeni realist në lidhje me gjithçka, por sidomos në lidhje me çështje sentimentale. Nga ana tjetër, një gjë që do të mbaroj është edhe periudha ku ju mund të keni pasur vështirësi për të prodhuar ose për të krijuar diçka. Këtu është e vlefshme edhe në lidhje me fëmijët, është e vlefshme edhe në lidhje me fillimin e një projekti që ju sjell të ardhura materiale, ose fillimin e një karriere të cilën ju keni kohë që e mendoni, por nuk keni pasur mundësi që të realizoni. Gjatë këtij eklipsit të hënës, duke qenë se do të spastrojë gjithçka e cila ju pengon, pra çdolli pengesë në lidhje me këto tematika, do të keni mundësi që të gjeni rrugë për të realizuar këto që sapo përmenda. Detyrimisht që jo të gjitha gjërat realizohen, në disa raste mund edhe të kuptoni se sa e vlefshme është ajo gjë që keni ndëruar deri në këto momente për ju, dhe në disa raste mund të vendosni që të mos e bëni, pra. Është komplet në vartësi të individit. Ndërkohë që po e ripërsëris, ky është një eklips hënë i cili është shumë i rëndësishëm në lidhje me realizimin e ëndrave dhe qëllimeve tuaja, dhe një ndër më të rëndësishme prej tyre është edhe gjetja e partnerit. Vërtet, dhe gjatë këtij eklipsi të hënës vërtet që do të merrni një ndihmë shumë të madhe nga sistemi, edhe komunikime shumë pozitiv madje, do t'ju ndihmoj vërtet shumë që të drejtoheni dhe të përdorni fjalët tuaja ashtu siç duhet kundrejt personave që keni një farë ndjenje prap. Ose mund të edhe të vinë persona të rinj në këtë moment në jetën tuaj. Gjithsesi, që të fillojmë një lidhje të re, do t'i këshilloja patjetër që të prisni mbarimin e retrogradës së Mërkurit, që është data 22 mars. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, ky eklips hënë është disi i vështirë. Arsyeja që është e vështirë është se do të thonë ndryshime shumë të mëdha, kolosale. Dhe mbi të gjitha, Mërkuri ka një kënd negativ me një vendosje që është Haxhia, që në këtë moment është e vendosur tek shenja juaj. Ndërkohë që Mërkuri është tek shenja e Peshqve. Për këtë arsye, problemet më të rëndësishme që mund të dalin në këto momente janë tek shëndeti jon fizik dhe në lidhje me realizimin e ose më themi në arritjen e suksesit që ne kemi në karrierë. Në disa raste mund të preken shumë edhe marrëdhëniet familjare. Këto janë tre ndër tematikat më të rëndësishme që kemi ne si njerëz në jetën tonë, dhe duke qenë se këto të tre janë të prekura, edhe pse përfundimi është shumë pozitiv në të treja këto aspekte, është vërtet shumë i lodhshëm si eklips hënë. Mënyra se si ju mund të gjeni zgjidhje është që të vlerësoni veten tuaj ashtu siç duhet, pra të jeni realist, dhe nëse nuk mundeni ta bëni këtë, të merrni mendimin e shoqërisë tuaj. Problemi është këtu, në këto momente nuk keni besim pothuajse tek askush. Ky është një problem vërtet shumë i madh. Prandaj dhe mund të jeni hapa disi të pasigurt. Nga ana tjetër, një ndër këshillat që mund t'ju jap është që të bazoheni tek eksperienca që ju keni deri në këto momente në jetën tuaj, sidomos në lidhje me karrierën. Në qoftë se është një hap i ri që duhet hidhni në këto momente, normal që do t'ju këshilloj që të prisni mbarimin e retrogradës së Mërkurit dhe gjatë kësaj periudhe të vërtonet mirë, sepse në të vërtetë kemi aftësinë, ose ju e keni aftësinë në këto momente që të shikoni atë fotografinë të plot, gjë që ju ka munguar deri në këto momente. Pika që do të mbaroj, ose gjëja që do të mbaroj në këto momente është fokusimi i panevojshëm te detajet të cilat thjesht ju lodhen dhe nuk kanë asnjë lloj rëndësie. Madje edhe aty ku ju mund të keni ngecur pak a shumë dhe të keni penguar për parimin tuaj. Kjo mund të jetë edhe një farë le të themi, mund ta keni përdorur dhe si justifikim, sepse mund të keni pasur frikën që të jeni të suksesshëm.
është pak a shumë një lloj frike e cila ndodhet brenda të gjithëve ne, por deri në këto momente, duke qenë se ju keni pasur vërtet shumë sfida, keni pasur shumë probleme, të cilat kanë qenë të shkaktuara nga Urani, gjatë këtij eklipsi të hënës mund të gjeni mundësi, mund të shikoni edhe mundësi të reja, apo edhe mënyra se si mund të tejkaloni këto probleme ose pengesa, por nga ana tjetër kjo frika se se çfarë mund të ndodh pasi të jeni të suksesshëm, vërtet që mund të mbajmë mbrapa. Prandaj edhe këshilla ime do të ishte që vërtet të jemi pak më tepër realist, të kuptojmë më mirë vlerën tonë, të kuptojmë se sa kemi punuar dhe të mbështetemi tek eksperienca jonë personale. Kjo do të na ndihmojë vërtet shumë që të perceptojmë se sa e kemi cakun, pra hapin se sa është hapi që do të hedhim dhe në bazë të saj dhe të veprojmë. Gjithsesi, personat tanë të jetës në këto momente na ndihmojnë vërtet shumë. Detyrimisht që personat që kanë një partner në jetën e tyre janë më tepër fat, sepse mund të mbështeten vërtet shumë aty, por edhe personat të cilët nuk kanë një njerëz në jetën e tyre, do t'ju këshilloja që të mbështeteni tek miqtë tuaj, tek familjarët tuaj, pra tek personat të cilët e ndjeni veten, ku mund të keni besim pra, dhe që mund të merrni një kritik ose më them një analizë të saktë, të vërtet, jo persona që ju bëjnë thjesht lustrasa për të kaluar momente, pra sa për të bërë qefi, po e themi në këtë mënyrë. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit, shenja e binjakëve është e ndikuar, por për fat të mirë është ndikuar pozitivisht, duke qenë se pavarësisht se kemi një kënd negativ të ahigjisë që është i vendosur tek shenja juaj, kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv nga Urani, i cili deri në këtë moment e ka sfiduar në mënyrë të dukshme tek rrugët e frymarrjes dhe mund të ketë shkaktuar edhe probleme në lidhje me virozat që kanë ekzistuar deri në këtë moment. Për fat të mirë, i njëjti Uran në këtë moment e ka një kënd pozitiv me Venusin, prandaj dhe sjell shërim. Edhe vendosja e Mërkurit, pavarësisht se është në retrograd, sjell një farë shërimi, pra ju bën juve që të drejtoheni pikërisht tek Ura në mënyrë pak a shumë instinktive. Kjo është ndikim pozitiv. Pra, mjafton që në këtë moment të jemi pak më të qetë dhe të mundohemi që ta vlerësojmë veten tonë ashtu siç duhet. Në qoftë se kemi frikë dhe bëjmë panik, do t'i këshilloj që të marrim ndihmën dhe mendimin të mbështetemi pra të personat që na duan. Shenja e Gafores, për shenjën e Gafores, ky eklips i hënës në të vërtet është pozitiv dhe negativ. Arsyeja që është pozitiv është se kemi shumë ndikime pozitive që vijnë nga shenja e peshëve dhe mbi të gjitha janë në kënd pozitiv me Jupiterin që është i vendosur aktualisht tek shenja e Gafores. Prandaj dhe kjo, të gjitha sfidat që dalin, të gjitha pengesat, të gjitha problemet që dalin, kemi një farë mbrojtje. Prandaj dhe kjo është diçka vërtet shumë pozitive, pak më tepër që kemi një intuit vërtet shumë të lartë. Mbi të gjitha problemet që kemi pasur deri në këtë moment të vetë shkaktuar, sidomos nga kushtëzimet që i kemi bërë vetes tonë, frika e cila nuk na ka lejuar që të avanconim përpara, në këtë moment e kemi tejkaluar, kemi mbaruar edhe cikle shumë të rëndësishme karmike, por ana negative është se është një eklips hëne. Pra hëna, energjia e hënës do të mbulohet. Dhe kjo për shenjën e Gafores do të thënë një sfidë vërtet shumë e madhe, një luftë shumë e madhe brenda vetes. Pak më tepër që duke qenë se është në ndikimin e hënës dhe kjo hënë e plot, pra ky eklips i hënës do të thënë edhe shpërndarje e infeksioneve, për shenjën e Gafores mund të kemi probleme vërtet shumë të rëndësishme pikërisht në këtë temë, në shpërndarjen e infeksioneve. Më tepër do ta vëmë re tek sistemi riprodhues. Prandaj dhe gjatë kësaj periudhe për shenjën e Gafores mund të kemi përhapjen edhe të sëmundjeve, të cilat janë në vartësi të këtyre. Prandaj normalisht do të këshilloj që të jemi edhe më të kujdesshëm për të gjithë ata që e dinë që kanë probleme të tilla, do të këshilloj patjetër që të shkojnë te doktori dhe të merrni masa. Ndërkohë që një ndër pikat e tjera që është e prekur janë edhe pjesa e laringut ose më them pjesa e fytyt e bajameve, është e prekur për shenjën e Gafores, edhe në këtë pikë do të këshilloj që të jemi shumë të vëmendshëm, sepse edhe këtu mund të përballemi me infeksione. Për shenjën e Gafores problemi është ky se mund të kemi sëmundje me temperaturë të lartë. Gjë që do të ulë në mënyrë të dukshme imunitetin dhe pavarësisht gjitha gjërave të tjera të bukura që thashë mund të kemi, është e pamundur të përdorim nëse vuajmë nga shëndeti jon fizik. Por në qoftë se jemi të kujdesshëm në lidhje me këto tematika, marrim masat që sapo e përmenda, atëherë në lidhje me shenjën e Gafores, ky eklips i hënës do të thënë mbarimi i një periudhe ku kanë qenë të keq kuptuar.
dhe që e shprehin vetën e tyre gabim pak a shumë, dhe falë kësaj kemi edhe një rritje vërtet shumë të madhe në prestigj, që do të përkthehen të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Në të vërtetë eklipsi i diellit që ishte tek shenja e ujorit, për shenjagaforës do të thoshte edhe vlerësim më i mirë i të ardhurave materiale, pra materjes, ishte një vlerësim shumë më i mirë, perceptim i mirë i vlerave pra. Ndërkohë që ky eklipsi i hënës për shenjagaforës do të thonë tashmë marrja e rezultateve së gjithë atyre që bëm, domethënë, gjitha vlerave që kuptuam. Prandaj edhe vërtet që do të shpërblemi shumë mirë nga të ardhurat materiale, pak më tepër që për fat të mirë edhe Saturni dhe Neptuni, pavarësisht se janë të vendosur në kënde negative me shenjën negafor sepse janë tek shenja e dashit, ka një ndikim të madh pozitiv në këto momente. Shtojnë shumë peshën, pra shtojnë shumë prestigjin në mënyrë të anësjellët, dhe kjo e bën shenjën negafor se të kenë një avancim vërtet shumë të madh në këto momente. Kemi fat vërtet shumë të madh, por jemi shumë emocional. Kjo është diçka që këshillimi do të ishte që të tokëzohemi, gjithçka ta bëjmë me më tepër logjik, të fokusohemi më tepër tek logjika, pra jo tek ndjenjat. Ky është një ndikim i përgjithshëm tek të gjitha shenjat, por shenjagafori duke qenë se ka anën e ndjeshmërisë se ka më të lartë, detyrohesh të këshilloj që të jetë edhe më i kujdesshëm. Në lidhje me çështje sentimentale, duke qenë se në këto momente kemi të hapur një portal për shenjagaforës për të krijuar lidhje të reja, sepse mund të kemi hyrje në jetë të personit që do kaloj jetën, domethënë. Por në këto momente duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm, sepse mund të rihapim ato ciklet karmike që mezi mbyllëm, prandaj duhet jemi vërtet shumë të vëmendshëm se kë marrim në jetën tonë. Okej, shenja e luanit. Për shenja e luanit kemi ndikime të fuqishme, në përgjithësi janë pozitive, për fat të mirë tashmë. Kjo hënë e plot ose ky eklipsi i hënës për shenjën e luan do të thënë mbari ose fillimi i periudhës ku do të mbarojnë probleme me të ardhurat materiale. Kjo sepse tashmë ka një vetvlerësim shumë më të lartë shenja e luanit dhe nuk lejon që të bëhet padrejtësi. Ka punuar shumë, domethënë ka punuar shumë edhe me veten dhe me ambientin dhe me njerëzit që ka pasur në jetën e tij, dhe eklipsi i diellit që ishte tek shenja e ujorit e ndikoi në mënyrë të dukshme. Mund të kemi në këto momente një farë rrylëzimi të një egoje artificiale dhe atë duhet ta mbajmë pak në kontroll, por në përgjithësi shenja e luanit në këto momente në mënyrë intuitive gjen rrugën se si të përshtatet me ambientin e ri që duhet të krijohet. E vërteta është që shenja e luanit në këto momente është një rritje kolosale, por nuk është se ndihen menjëherë. Domethënë i duhet pak kohë që ta ndiejë tamam se çfarë po bën. Pika më e rëndësishme që ka rritjen të vërtetë është kariera, sepse ka një ndihmë vërtet shumë të madhe nga Urani në këto momente dhe pak më tepër shumë praktik në jetë, në punë. Ka një zbukurim të ambientit të punës, pra, dhe kjo do të thotë edhe një zbukurim të marrëdhënieve që ka me kolegët. Si rrjedhoj, kemi edhe një efikasitet vërtet shumë të lartë, i cili shprehet në mënyrë të dukshme dhe bie në sy pra tek eprorët ose në lidhje me karrierën. Kjo do të thotë që bëhet një person shumë më i suksesshëm në këto momente. Dhe ky eklipsi hënës vërtet që heq qafe të gjitha pengesat që ka pasur nga vlerësimi i ulët i vetes, sepse gjithë kësaj periudhe ka qenë shumë i lodhur shenja e luanit, ka pasur shumë ndikime, domosdoshmë nga Plutoni që është i vendosur përballë me ju, detyrimisht ndikohesh domethënë. Por ky eklipsi i hënës tashmë të gjitha këto pengesa i ngre, hap shtigje të reja, pra drejt të cilave mund të ecim dhe të shpillojmë për më tepër ato çfarë kemi në dorë dhe rritje më të madhe kemi në karrierë. Kemi disa ide brillante, geniale më duhet të them, se si mund të avancojmë në karrierën tonë, pak më tepër. Personat të cilët kanë biznesin e tyre nga ky eklipsi i hënës do të ndikojnë vërtet shumë më tepër pozitivisht. Vërtet shumë më tepër pozitivisht, sepse do të kenë një fat vërtet shumë të madh, pak a shumë mbrojtje nga sistemi dhe shpërblim nga gjithë problemet që i ka shkaktuar sistemi deri në këto momente, sepse i duhet që të testojë pra shenjës së luanit. Pika ku do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm është shëndeti. Në këtë rast, arsye që po i them që duhet të jemi të vëmendshëm jo sepse është shumë negativ, është komplet e kundërta, kemi mundësi që të shërohemi. Më tepër kjo vjen në botën tonë të brendshme.
probleme shpirtërore, trusnia që kemi ndier, në disa raste mund të kemi pasur brenga ose probleme si familjare, por në lidhje me punën, pra probleme të cilat nuk i kemi zgjidhur dot dhe kjo mund të ketë kryer një trusni vërtet shumë të madhe edhe të sistemit nervor. Dhe ky eklipsi i Hanës në të vërtetë domethënë shërimi pak a shumë i tyre, sepse vërtet që sistemi na ish problem, pra siç e thash përpara. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv edhe në lidhje me çështjet sentimentale. Këtu bëhet fjalë veç për lidhjet aktuale, jo për fillimin e lidhjeve të reja, bëhet fjalë për vërtet për lidhjet aktuale, sepse domethënë shërim i komunikimit dhe i marrëdhënies që kemi me ta. Prandaj dhe është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv për shenjën e Luanit. Do të marrë një ndihmë shumë të madhe ose nga shoqëria ose nga personat të cilët pak a shumë i perceptojnë si mentor, po e them në këtë mënyrë, personat të cilët kanë besim tek fjalët e tyre, pra, po e them në këtë aspekt, më tepër nga ana shpirtërore dhe emocionale. Kemi edhe një farë drejtësie në përgjithësi për shenjën e Luanit, kjo bëhet fjalë edhe në lidhje me gjyqet, pra. Shenja e Virgjëreshës, kjo është një hanë plot, pra një eklips hanë tek shenja juaj, prandaj dhe detyrimisht jeni të ndikuar. Keni një ndikim vërtet shumë të madh në fizikun tuaj, në trup domethënë, dhe kjo mund të thotë që deri tek hëna e plot mund të keni një energji vërtet shumë të lartë, e cila është në të vërtet shumë e disbalancuar dhe në qoftë se nuk jeni të vetëdijshëm në lidhje me përdorimin e saj, mund të prekeni vërtet shumë nga të gjitha sëmundjet që po qarkullojnë në këto momente, pak më tepër që të gjitha infeksionet që përmenda, ose më them të gjitha infeksionet që mund të shkaktojnë mos ato tek këmbë, po të gjitha llojet e infeksioneve juve mund të prekin edhe më tepër. Në përgjithësi, për shenjën e Virgjëreshës, këto infeksione do të jenë tek sistemi i tretës, sidomos tek zora e trash, do ta vijë re më tepër, por mund të vijë re edhe te stomaku. Prandaj, sidomos çfarë janë helikobakter e të tjerë, sepse në përgjithësi do të jenë infeksione të bazuara në bakteri. Mund të jeni shumë më të prekur ose më të ndjeshëm kundrejt tyre. Kjo është edhe arsye që do t'ju këshilloja që çdo gjë që konsumoni në këto momente të jetë e larë mirë ose të jetë e dezinfektuar për pak a shumë, në mënyrë që të mos keni probleme në lidhje me këto. Nga ana tjetër, shenja e Virgjëresës, ajo çfarë mbaron? Mbaron problemet që i keni shkaktuar vetes tuaj. Vërtet domethënë. Kjo sepse deri në këto momente keni pasur vërtet shumë sfida, shumë probleme. Mbaron një periudhë pak a shumë zije, po e them në këtë mënyrë, sepse çdo gjë nga jeta juaj që nuk ka qenë, nuk kishte më nevojë të ishte aty, po e them në këtë mënyrë, është larguar ose është në faza duke u larguar. Dhe si rrjedhoj, jeni futur në fazën tashmë që do të filloni gjëra të reja, futen në një etapë të re, por detyrimisht jo çdo gjë kemi dëshirë që ta lëm praktike dhe kjo mund të ketë qenë pika ku ju mund ta keni penguar sistemin që të veprojë. Prandaj dhe keni pasur edhe më tepër vështirësi për të krijuar ose për të marrë në jetën tuaj diçka të re, sepse keni mbajtur ato çfarë duhet të ishin aty. Pra keni harxuar një energji të tepër për diçka që s'ishte nevojshme. Ndërkohë që ky eklips i hënës ju detyron që të spastroni pra të gjitha këto dhe të fokusoheni te krijimi i diçka të re. Në përgjithësi kjo domethënë partneritete të reja, si në lidhje me jetën sentimentale, po ashtu edhe në lidhje me biznesin. Por jemi në retrograd Mërkuri dhe për më tepër Mërkuri është drejtuesi juaj, prandaj firmosin e kontrata, krijimin e një partneriteti të ri fiks në këto momente, detyrimisht nuk do t'ja këshilloja, por është periudha ku mund të vërtetoni mirë. Madje kjo energji që është në këto momente mund t'ju risjellë në jetën tuaj edhe mundësi që ju kanë shkar nga duart. Kjo është një periudhë vërtet shumë decisive për ju, sepse nëse nuk arrini ta përdorni, do të kthehet në një moral vërtet shumë të ulët. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që të mos humbisni kohë me gjërat e të shkuarës, nuk do të këshilloj që të humbisni kohë me personat që mund të kthehen nga e shkuar në këto momente, do të këshilloj që të fokusohesh thjesht te gjërat e reja që në këto momente keni mundësi t'i vrojtoni, t'i studioni, që pastaj pas retrogradës së Mërkurit të mund t'i merrni në jetën tuaj. Nga ana tjetër, një lloj siç e thash, që mund të kemi përhapjen e infeksioneve dhe ju jeni shumë të prekur nga kjo si gjë, është e njëjta gjë edhe në lidhje me shërimin, sepse ky eklips
i hënës ka dhe efektin e shërimit. Pra, në qoftë se ne jemi të kujdesshëm në lidhje me fizikun ton, madje në qoftë se është një sëmundje kronike, ky eklips i hënës vërtet që do të thotë dhe fillimin e mbarimit të asaj sëmundje, pra mund të gjejmë edhe kura shumë të rëndësishme edhe këto. Në përgjithësi për shenjën e Virgjëresës, ky eklips i hënës do t'ju lejë shumë herë më mirë se çfarë do t'ju gjej, pak më tepër që keni një ndihmë vërtet shumë të madhe nga shoqëria. Në qoftë se ju duhet patjetër një moral ose ju duhet një ndihmë, ju duhet një mendim, do t'ju këshilloj patjetër që të drejtoheni këtu, pra te shoqëria juaj. Ose te rrjeti social, sepse aty mund të gjeni zgjidhje vërtet shumë thjesht. Keni pasur një periudhë shumë të vështirë, prandaj edhe në këto momente nga shoqëria do të merrni shpërblimin në një mënyrë ose në një tjetër. Dhe për të gjithë ata që janë në një lidhje afatgjatë dhe kanë pasur probleme deri në këto momente, ky eklips i hënës do të thotë në mbarimin e këtyre problemeve, sepse do të vlerësohen më shumë më tepër nga partnerët tanë. Okej. Shenja e peshores. Për shenjën e peshores, ky eklips është disi problematik, një lloj siç edhe tek shenja e dashës, sepse prek në mënyrë të dukshme shëndetin. Në mënyrë të dukshme, problemi tek shenja e peshores është se përtej se prek shëndetin fizik, prek në mënyrë të dukshme dhe shëndetin shpirtëror dhe kjo ndodh në të vërtetë sepse zhgënjehemi shumë nga të gjithë personat që kemi rreth e rrotën, sidomos personat që kemi pasur besim. Më tepër kanë të bëjnë personat që na kanë premtuar diçka në lidhje me punën ose në lidhje me suksesin tonë në përgjithësi. Këta janë personat të cilët do të na zhgënjejnë dhe si rrjedhë për shenjën e peshores mund të thotë një moral vërtet shumë të ulët. Çfarë duhet të bëjmë në këtë rast? Për fat të mirë kemi rrugdalje. Rrugdalja është që të kemi besim mirë tek vlera jonë dhe tek puna që kemi bërë deri në këto momente, sepse ajo është mbështetje më e madhe që mund të marrim, dhe kemi një ndihmë vërtet shumë të madhe edhe nga rutina ose nga personat që kemi punojmë së bashku, nga kolegët tanë. Çfarë do thotë nga rutina? Në qoftë se ne jemi shumë më të kujdesshëm në mënyrë se si trajtojmë trupin ton, jemi shumë më të rregullt me sportin, me ushqimin e të tjerë, pra me rutinën tonë të përditshme, atëherë e kemi shumë më të thjeshtë të kontrollojmë edhe situatën. Madje edhe në qoftë se kuptojmë që një person ka qenë armik dhe në këto momente e nxjerr fytyrën e tij të vërtet, pra, ose fytyrën e saj të vërtet, duke qenë se ne jemi më tepër në kontroll të jetës tonë, e kemi shumë më të thjeshtë të gjejmë zgjidhje. Në këtë rast, këshilla ime do të ishte që vërtet të marrim mendimin e personave të cilët kanë arritur një farë suksesi në punën e tyre. Çfarë do lloj pune që të jetë kjo? Nëse është biznesi i tyre ose është një person i cili është profesionist, pra, në çfarë do lloj profesioni që është, do të këshilloj që të mbështetemi tek mendimi dhe tek arsyetimi i tyre, sepse në këto momente kemi nevojë për një person i cili është i paanshëm dhe që ka arritur një farë suksesi në mënyrë që na bëhet pak a shumë udhërfyes. Me shembull, kjo është një ndikim vërtet shumë i rëndësishëm për shenjën e peshores. Është në mënyrë shumë efikase që të mos humbisni dhe kohë dhe mbi të gjitha edhe ta gjeni shumë thjesht zgjidhjen, po e them në këtë mënyrë. E njëjta gjë është e vlefshme edhe mund të merrni mendim nga kolegët tuaj, sepse siç e thash, kjo është një pikë ku vërtet është shumë pozitive në këto momente. Në qoftë se ndjeni të nevojshme, ka një kohë të gjatë që po e them këtë si gjë, por nëse ndjeni të nevojshme që të ndryshoni diçka në jetën tuaj, në pamjen tuaj fizike, do t'ju këshilloja me ngulm, madje një ndër këshillat e mia për shenjën e peshores do të jetë edhe që të hiqni gjitha gjërat të cilat janë të tepërta. Veshje të tepërta, gjëra orendi në shtëpi të cilat janë një ngarkesë e tepër, do t'i këshilloj që vërtet t'i hiqni. Në lidhje me shëndetin fizik, edhe për ju një lloj siç ishte tek shenja e gëforës, mund të keni më tepër të prekur, nga infeksione që prekin rrugët seksuale, pra, organet seksuale, prandaj do t'i këshilloj që në këto tema t'jeni më të vëmendshëm nëse keni probleme. Aktualisht të shkoni patjetër te doktori përpara eklipsit të hënës. Shenja e akrepit është indikuar, por në përgjithësi është pozitive. Ky eklips do të jetë i vendosur tek yjesia e luanit, në të vërtetë. Dhe kjo për shenjën e akrepit në mënyrë të anasjellët mund të thotë edhe një rritje e pak a shumë e egos. Kjo është pika e vetme që duhet ta mbajnë në kontroll. Këtë mund ta shpreh më tepër kundrejt
miqve të tij ose personave që në këto momente po mundohet të krijojë një farë miqësie ose në rrjetin e tij social. Kjo është për të testuar më tepër ujërat. Për shenjën e akrepit është pak a shumë instinktive, por këshilla ime do të ishte që të frenoj veten e tij se bëri këtë. Arsyeja që e them këtë është se në qoftë se bën testime të tilla, mund të lodhi shumë të gjitha kontaktet, të gjitha marrëdhëniet që ka në këto momente dhe ato në të vërtet i duhen në mënyrë të dukshme në këto momente për të krijuar jetën që dëshiron. Ka pasur një periudhë shumë të gjatë shenja akrepit që ka hequr nga jeta e tij, është detyruar më të heqë nga jeta e tij pothuajse gjithçka, sepse duhej të resetonte pra jetën. Kjo është edhe arsyeja që në këto momente jemi në fazën që duhet të ndërtojmë diçka të re. Normal që personat që kanë jetën, domethënë të sigurt e të tjerë të ta përjetojnë shumë më thjesht, por personat që po mundojnë të ndërtojnë vërtet diçka të re, ta kenë shumë më të vështirë nëse testojnë dhe personat që kanë aktualisht në jetën e tyre. Për këtë arsye, këshilla ime do të ishte që të fokusohemi më tepër tek perceptimi se çfarë mund të bëjmë ne vetë si individ. Kjo na ndihmon vërtet shumë që gjatë kësaj periudhe të krijojmë strategji të reja për të ndërtuar jetën tonë, duke marrë edhe ndihmën edhe të personave që kemi. Sidomos ka shoqëria mund të marrë një ndihmë vërtet shumë të madhe sepse do të kemi pak a shumë spastrimin vetë të gjitha mbeturinave që kemi këtu. Këtu do të thotë që edhe nëse kemi pasur keq kuptime, edhe nëse kemi pasur, le të themi, persona të cilët nuk kemi qenë shumë të sigurt, do të krijojmë vetë situata të cilat do të na bëjnë që të kuptojmë nëse janë apo janë persona që duhet të jenë në jetën tonë, pra nuk është e nevojshme që të harxojmë një energji ekstra për të bërë këtë, për të sfiduar pra. Ndërkohë që pas retrogradës së Mërkurit, të gjitha mësimet ose të gjitha strategjitë që po krijojmë në këto momente do të mund t'i përdorim pastaj për të filluar që të ndërtojmë jetën tonë. Do të jemi shumë praktik në ato momente, sepse dhe diell do të kaluar tek shenja e dashit. Për këtë arsye do të kemi një zjarr shumë më të lartë, një pasion shumë më të madh kundrejt jetës, do të jemi shumë më të aftë që të ndërtojmë diçka në ato momente. Ndërkohë që tani do të këshilloj që të jemi më tepër në pozicion mbrojtues dhe të fillojmë që të krijojmë strategji, pra kemi dhe aftësinë, kemi një intuit vërtet shumë të lartë, një imagjinat vërtet shumë të lartë, dhe kjo imagjinat vërtet shumë të lartë na ndihmon vërtet që ne të mund të perceptojmë se si mund të ecë, si mund të jetë rrjedha e ngjarjeve. Dhe fal kësaj të kemi edhe një produktivitet vërtet shumë të lartë. Pika ku ka një ndikim vërtet shumë të madh në këto momente shenja e akrepit është partneritetet, marrëdhëniet sentimentale. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh nga sistemi pikërisht në këtë pikpamje. Duke qenë se edhe Venusi do të jetë në kënd pozitiv pikërisht me Uranin që është i vendosur përballë me ta, por pikërisht tek shtëpia e partneriteteve, kemi një zbukurim të dukshëm të këtyre marrëdhënieve. Pra, fillimin e një periudhe ku kemi fat vërtet shumë të madh. Ky fat vjen vërtet në të gjitha aspektet. Kemi një krimin e një begatie vërtet shumë të madhe. Kjo është edhe arsye që thash që mos u mbasim kohë me gjëra që janë të panevojshme, që mund do të zgjidhen vetvetiu. Sepse kemi aftësinë që të zbukurojmë vërtet jetën tonë në këto momente, për të gjithë njerëzit të cilët nuk kanë njëri në jetën e tyre, që janë në faza që po krijojnë një lidhje të re, do të këshilloj që të fokusojmë vërtet këtu, sepse kemi vërtet fat për sa i përket çështjeve sentimentale dhe madje mund të krijojmë lidhje vërtet shumë të shëndetshme, të cilat na mbështetin në çdo aspekt të jetës. Ndërkohë që personat të cilët nuk kanë një njeri në jetën e tyre, do të këshilloj që të fokusojmë më tepër për ta shijuar jetën më tepër. Në këto momente, të gjithë njerëzit që kemi mund të bënë në një farë mënyrë drejt një bote të re, drejt një universi të ri që na ndihmon vërtet shumë për ta shijuar jetën, sepse shenja e akrepit vërtet që ka nevojë për moral në këto momente, sepse ka kaluar një periudhë shumë të vështirë. Shenja e Shëgjetarit, për shenja e Shëgjetarit kemi ndikime të fuqishme në përgjithësi janë pozitive. Problemi që mund të kemi në këto momente është pak a shumë një luftë e panevojshme egosh me partnerët, sidomos me lidhjet afatgjata. Kjo do të thotë që vërtet duhet të jemi empatik. Është vetëm kush që kemi. Për shembull, shqiptarët nuk është shumë e vështirë kjo sepse janë empatik si persona. Mund të jemi pak më tepër aventurierë se çfarë duhet në këto momente, sepse jemi futur në fazën që duam vërtet që të bëjmë, të përjetojmë jetën në maksimum. Kemi një energji vërtet shumë të lartë, pra
Kjo është diçka që në të vërtetë të këshilloj që ta bëjmë pak më tepër moderitet. Ky energji shumë e lartë që ndihet është pak artificiale në këto momente dhe mund të na pengojë që të bëjmë edhe detyrat tona, ato çfarë duhet të bëjmë pra. Prandaj si fillim do t'i këshilloja që edhe deri tek eklipsi, po edhe pas eklipsit të përzgjedhim mirë gjërat që janë të domosdoshme, t'i bëjmë ato pas e kohën që na ngelet ta shfrytëzojmë si të duam ne. Ndërkohë që ky eklips çfarë do të mbarojë? Do të mbaroj të gjitha problemet që kemi pasur në lidhje me karrierën, sidomos nëse na kanë penguar për të avancuar. Pra, nëse na kanë vënë pengesa ose dikush ka folur mbrapa krave për ne, sidomos nga kolegët tanë ose persona të cilat kemi bashkëpunuar në të shkuarën, por e kemi mbaruar këtë bashkëpunim në një mënyrë ose në një tjetër. E njëjta gjë është e vlefshme edhe familjare, të cilat kemi një farë tematike ndarje pronash. Edhe këta mund, nëse janë tematika të tilla, më keqën persona të tjerë që kanë thënë diçka kundrejt nesh dhe ne kanë penguar zhvillimin ton në karrierë ose arritjen e suksesit që ne meritojmë. Ky eklipsi hënës i nxjerr në skenë dhe na tregon edhe neve se cila është rruga që duhet të ndjekim. Prandaj dhe ky eklips hënë në të vërtetë për shenjën e shigjetarit është shumë pozitiv. Kemi mundësi vërtet shumë të madhe për të krijuar një begati shumë të madhe, vërtet kolosale. Kemi një efikasitet vërtet shumë të madh në jetën e përditshme, në punën tonë. Shkëlqejmë, domethënë nëpërmjet të gjithë kolegëve fillojmë të shkëlqejmë. Kemi aftësinë që gjithçka që është rënuar në një farë mënyre ta rindërtojmë, sepse heqim nga jeta jonë gjithçka që është problematike, toksike e të tjerë. Kjo është sidomos në lidhje me krijimin e stabilitetit si ekonomik, po ashtu dhe stabilitetit për të arritur sukses në jetë. Janë dy tematika të cilat detyrimisht janë të lidhura me njëra tjetrën, prandaj edhe për shenjën shigjetare janë të dyja shumë të ndikuara. Kjo mund të thotë edhe fillimin e mendimit që nëse duhet apo s'duhet të ndryshoj diçka në lidhje me karrierën ose me banesën. Në këtë arsye edhe për ju mund të thotë edhe një fillimin e një periudhe ku mund të mendoni të zhvendoseni pak a shumë ose të ndryshoni punë. Është një ndikim pozitiv, por detyrimisht që retrogradës së Mërkurit nuk do të këshilloj ta merrni që se periudha veç mund të vrojtoni, sepse do të keni edhe rikthimin e mundësive për të bërë këto si gjëra. Është një ndikim pozitiv për këtë arsye. Mjafton që të jemi pak më të moderuar pra në përdorimin e energjisë në këto momente. Në lidhje me shëndetin në përgjithësi, për shenjën e shigjetare kemi ndikime pozitive. Ndikimi i vetëm, i cili mund të bëhet pak problematik, siç e thash, në lidhje me partneritetet ose një lloj siç ishte pak a shumë tek shenja e gafores, edhe tek shenja e peshores mund të kemi infeksione të cilat prekin në përgjithësi rrugët seksuale, por për shenjën e shigjetarit është shumë më e vogël si mundësi. Shenja e bricjapit. Për shenjën e bricjapit, ky eklips është shumë i rëndësishëm. Ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm dhe i cili do të ndryshojë komplet jetën tuaj. Mund të ndryshojë komplet mënyrën se si e perceptoni jetën, botën, veten, madje në disa raste edhe besimin, fen, pra gjithçka. Kjo sepse ky eklips i hënës do t'ju sjellë një perceptim të ri, do t'ju japë disa elemente të reja, pra do të ndryshojë komplet mënyrën se si funksionon trupi juaj ose sistemi, mendja juaj, për t'ju dhënë një perspektivë të re në lidhje me jetën, në përgjithësi është një ndikim shumë i madh pozitiv. Duke qenë se kemi mbështetje shumë të madhe nga Jupiteri, kjo do të thënë që vërtet çdo person që është në jetën tuaj në këtë moment ju ndihmon. Me dashje apo pa dashje, madje edhe armiqt që e dini që i keni armiq, domethënë mund të ndihmojnë në këto momente. Ishte një ndikim vërtet shumë madh pozitiv për këtë arsye, për shenjën e bricjapit. Kemi mbarimin e një periudhe, fillimin e mbarimit të themi të fanatizmave që janë mbanë mbrapa. Kjo është arsye që po ndryshon komplet perceptimi që keni për botën, sepse zgjeron horizontin tuaj. Duke qenë se zgjerojë horizonti, detyrimisht mund të përmbajmë edhe shumë më tepër, pra një univers të tërë. Dhe kemi edhe aftësinë që ta edukojmë veten tonë. Ky eklips i hënës për shenjën e bricjapit është një ndër ndikimet më të fuqishme dhe më pozitive, sidomos për sa i përket problemeve që kemi pasur në lidhje me dokumentat për të dalë jashtë shtetit ose në lidhje me edukimin, nëse kemi qenë të pasigurt ose nuk na ka dalë përgjigje për një edukim ose për një trajnim të caktuar. Ky eklips i hënës do të thotë tashmë
mbarimin e kësaj periudhe futjen në një fazë të re e cila në gjen rrugësirje. Është pozitive në përgjithësi ndikimi. Pika ku mund të kemi një farë sfide, po e them në këtë mënyrë, është këtu vjen tek marrëdhëniet që kemi në lidhje me bashkëpunimet ose në ndarjen e pronave të përbashkëta, sepse duhet të gjejmë një rrugë më të shëndetshme të përbashkëta, mund të gjejmë një rrugë të shëndetshme të përbashkët, që mund të bëhet pa problematike sepse mund të kemi dalë në skenë të disa tematikave që janë disi toksike. Sidomos në qoftë se këto janë ndarje të pronave në fispra, detyrimisht bëhet më problematike, por në qoftë se është prona që janë nga divorci për shembull, është komplet e kundërta, shumë herë thjesht për të kaluar, mjafton që të mos bien pre disi në një farë mënyrë e egos edhe këtu tek shenja e bricjapit. Është shumë më e vogël se ndikim, por gjithsesi e kemi edhe atë. Ndërkohë që për sa i përket familjes dhe krijimit të stabilitetit ekonomik, kjo do të jetë tashmë në zmadhim me sipër, pra krijimi i këtij stabiliteti do të jetë vazhdimisht, do të punojmë për këtë. Është në përgjithësi për shenjën e bricjapit është ndikim pozitiv, por duhet ta ndihmojmë edhe në sistem, mënyrë se si duhet ta ndihmojmë sistemin është duke qenë se po na zgjerohet pra horizonti në këtë moment, ta lejmë që të zgjerohet, sepse nëse fokusohemi, nëse vazhdojmë në kushtëzimet tona, jeta do të na bëhet shumë më e vështirë. Pra, mundësia është e vogël që të ndodhë kjo sepse sistemi do t'ju detyrojë në një farë mënyrë, por gjithsesi edhe ju nëse ndihmoni, do t'ja thjeshtësoni jetën vetes tuaj. Shenja e ujorit. Shenja e ujorit vazhdon që të jetë në ndikimin e eklipsit të diellit. Ishte një eklips shumë i fuqishëm dhe detyrimisht do të vazhdojmë që ta ndijim, siç e thash, për 2 vite e gjysmë pothuajse në vazhdim. Por ky eklips i hënës për ju do të thënë fillimin e mbarimit të problemeve që kanë të bëjnë me situatat karmike, ose në lidhje me ndarjen e pronave, ose në lidhje me probleme që kemi pasur për të njohur veten tonë. Të gjitha këto janë pavarësisht në shqyrtim e sipër në këtë moment, edhe fal kësaj, duke qenë se do të jetë mbarimi i këtyre problemeve, do të kemi fillimin e një periudhe shumë më të begat në të vërtetë për ju. Për sa i përket tematikave karmike, të gjithë personat të cilët e kanë treguar veten e tyre që kanë qenë armiq në të vërtetë, ose kanë qenë persona të cilët kanë qenë të pashëndetshëm për të qëndruar në jetën tuaj, tashmë i dini, keni perceptuar domethënë pak a shumë, dhe fillon periudha e divorcit nga këta. Tu nuk bëhet fjalë thjesht për ndarjen e martesave, bëhet fjalë vërtet për divorcet nga situata, nga persona të cilët janë të pashëndetshëm për të qëndruar në jetën tuaj. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me të ardhurat materiale, duke qenë se futeni në fazën ku jeni vazhdimisht në zhvillim e sipër ose në rritje sipër për sa i përket të ardhurave materiale tashmë. Vetëvlerësimi është rritur në mënyrë të dukshme, keni një farë magnetizmi i cili tërheq vazhdimisht në jetën tuaj shumë të mira materiale. Pika ku mund të bëhet disi më problematike, disi, nuk po them që duhet jetë patjetër, por mund të bëhet, në qoftë se fiksohemi tek lidhjet e të shkuarës, sidomos tek personat që nuk kanë qenë shumë të shëndetshëm, por kemi pasur në jetën tonë për një periudhë të gjatë. Këta mund të jenë personat e vetëm, të cilët në qoftë se rikthehen në jetën tonë, mund të na sillin përsëri të njëjtat probleme, dhe duke qenë se që thash, kemi hapjen e cikleve karmike për t'i mbyllur detyrimisht. Kjo mund të thotë që mund të bëhet një proces më i zgjatur se çfarë nevojitet, ndërkohë që në lidhje me ndarjen e pronave, ndryshe çfarë është tek shenja e vricjave, për ju kemi një farë drejtësie hyjnore, kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv. Kemi një ndihmë shumë të madhe edhe nga kolegët dhe nga profesionistët, siç mund të thotë nga avokatët apo noterët e të tjerë, kush merret me këto temash, pra, ata mund të ndihmojnë vërtet shumë se mund ta kthejnë problemin në diçka shumë më praktike, mund ta zgjidhin pra në mënyrë shumë më praktike, ndërkohë që kemi një ndryshim vërtet shumë të madh në jetën e përditshme, ky është një ndryshim vërtet shumë i madh pozitiv. Më duhet ta analizoj, i cili ju ndihmon edhe për të rregulluar të gjitha problemet që mund të keni deri tek eklipsi hënës me familjarët tuaj ose brenda shtëpisë. Duke qenë se eklipsi i diellit ndikonte tek këto tematika, eklipsi hënës këto si tematika do t'i mbylli një herë mirë dhe do të kemi shërimin e këtyre plagëve.
Në lidhje me shëndetin fizik, edhe ju jeni të ndikuar. Arsye që jeni të ndikuar është se eklipsi i diellit ju lan në një energji disi të luhatur, kishit një super energji, super rritje në energji nga eklipsi dhe duke qenë se është shumë e luhatur, pra kemi ulje ngritje të vazhdueshme, këshillimi do të ishte që të jeni shumë të kujdesshëm në mënyrë se si e përdorni trupin tuaj, pra të jeni të bëni sportin e duhur, të ushqeni ashtu siç duhet e të tjerë, pak më tepër që të gjitha infeksionet që ndodhen në këto momente mund t'ju preken dhe si rrjedhoj, duke qenë se keni pak sistemin imunitar, mund ta keni pak më të ulët në këto momente, mund të prekeni disi më tepër se shenjat e tjera, pika ku mund të prekeni pak a shumë është në të gjithë trupin, prandaj edhe nuk keni një gjë specifike. Shenja e peshqeve. Për shenjën e peshqeve, ky eklips hënë është shumë i fuqishëm, shumë i fuqishëm, sepse kemi 3 planete personal të vendosur tek ju, kemi diellin të vendosur tek ju, kemi edhe 2 vendosje të tjera shumë të rëndësishme të vendosur tek ju. Pra kemi një kolonizim të shenjës së peshqve gjatë këtij eklipsi të hënës. Kjo është edhe arsye që mund të ndjeni shumë të stimuluar nga gjithçka. Vërtet dhe kjo edhe mund të lodh nga një anë. Arsye që mund të lodhen më tepër është se Marsi do të jetë i vendosur tek ju. Marsi është një planet malefik. Dhe duke qenë se nuk ndihet mirë tek shenja juaj, mund të keni pak a shumë një dëshirë për të bërë diçka apo se çfarë don të bëni dhe ju nuk e dini. Fati i mirë është se kemi Venusin, për shembull, që është i vendosur tek shenja juaj dhe mbi të gjitha njëjti Venus ka një kënd pozitiv me Uranin. Kjo do të thonë që komunikimi është shumë pozitiv në këto momente. Keni një mbështetje vërtet shumë të madhe nga rrethi juaj i ngushtë, vëllezërit, motrat, miqtë tuaj të ngushtë. Dhe nga ana tjetër hëna dhe dielli, por mbi të gjitha dielli që është i vendosur tek shenja juaj, do të ketë një kënd pozitiv me Jupiterin, i cili është i vendosur tek një udhëheqës i cili na sjell një ndihmë vërtet shumë të madhe nga sistemi. Pak më tepër që ju jeni vetëm një shenjë që keni shumë të thjeshtë të bëni një farë tokëzimi, të jeni më realist. Pavarësisht gjithë atyre pengesave që përmendëm në fillim, pra, mjafton që të jeni pak më në qendrën tuaj. Të mos ndikoheni shumë nga ato çfarë i thonë të tjerë, sepse ky është një ndër ndikimet e vetme që mund ta keni problematike. Është e vetmja gjë vërtet, domethënë. Kemi aftësi vërtet shumë të madhe që ta kontrollojmë edhe veten tonë dhe trupin tonë dhe mendjen tonë. Mbi të gjitha ajo trysnia që ndjenim deri në këto momente, edhe nga Saturni sepse është i vendosur tek shenja juaj, edhe nga Marsi që do të krijohet deri tek eklipsi i hënës, sepse do të jetë vendosur tek shenja e ujorit dhe do të ketë një kënd negativ me Uranin. Gjatë këtij eklipsi të hënës nuk do të jetë më aty, do të jetë tek shenja juaj, të paktën problemin e dini se ku qëndron, pra dhe keni aftësi që të gjeni zgjidhje. Kjo është më e rëndësishme. Duhet ta mbani vetë trupin tuaj vërtet shumë në kontroll, një lloj siç është për të gjitha shenjat e tjera, ju jeni shumë të vetëdijshëm se çfarë fusni trupit tuaj për çfarë konsumoni. Kjo do të thonë që të gjitha ushqimet që filloni që përdorni që nga ky moment deri tek eklipsi hënës janë shumë të rëndësishme. Këshilla ime do të ishte që ndryshe nga çfarë e them zakonisht, do të këshilloj që të merrni ushqime të cilat kanë një farë kalorie dhe kanë protein, pra që të përdorni produktet të cilat janë shtazore, sepse këto do të ndihmojnë edhe më tepër tokëzimin që keni të nevojshme gjatë këtij eklipsi të hënës, ndërkohë që ajo çfarë do të mbaroj në jetën tuaj janë probleme që keni me partnerët, ose nëse keni qenë në një periudhë shumë të gjatë që nuk keni pasur lidhje në jetën tuaj, kjo është periudha që mbaron. Është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv, por nga ana tjetër mund të bëhet pak i lodhshëm sepse mund të thotë edhe komplet shndërimin e identitetit tuaj, gjë që nëse se keni për shembull një periudhë të gjatë që nuk keni në një lidhje, detyrimisht mund të jetë diçka që mund ta keni pak me frikë. Por në këto momente kemi hyrje në jetën tonë të shumë mundësive. Një prej tyre, që është mundësia më e rëndësishme ose dëshira më e rëndësishme që mund të ketë njeriu, është edhe hyrja e partnerit të përshtatshëm për ne, dhe kjo është pikërisht një nga temat që mund të realizohet gjatë këtij eklipsi të hënës. Detyrimisht që të fillojmë lidhje kur kemi një retrograd të një planeti personal, siç është Merkuri, nuk këshillohet sepse këto lidhje janë karmike, pra janë lidhje të cilat kanë ardhur në jetën tonë për të na dhënë një mësim të caktuar, por mund t'i njohim njerëzit dhe të fillojmë lidhjen pasi të ketë marrë retrograda. Në lidhje me shëndetin, duke qenë se kemi shumë të prekur ose
janë sëmundjet të cilat janë, ose infeksionet janë shumë të përhapura nga ky eklips i hënës. Dhe ju në përgjithësi sistemin imunitar e keni më të ndjeshëm se të gjitha shenjtë e tjera. Pak më tepër që preken edhe këmbët, që thash në fillim, dhe pjesa juaj më delikate janë këmbët, do t'i këshilloj që t'jeni shumë herë më të kujdesshëm se sa zakonisht. Për të gjitha vendet publike ku duhet të përdor shapka, pra siç e thash të sauna, në palestrat e tjera, patjetër do t'ju këshilloja të mos esni zballur për të përdorur shapka, sepse jeni shumë më të prekur se të gjitha shenjtë e tjera në lidhje me këto tematikë. Dhe i mbaruam. Faleminderit shumë edhe juve. Besoj se i preka të gjitha temat. Ato që prekesh nga eklipsi tash, mundova që të thoya edhe gjëra që e pash ishin të rëndësishme. Okej, pra për të gjithë ata që kam pyetur, por ripërsëris, këtë video mund ta gjeni nesër, do të jetë te kanali im YouTube-it. Mund ta ndiqni që atje. Për të gjithë ata që hyn vonë apo herët apo kujton se çfarë, mund ta ndiqni nesër. Eklipsi hënës është vërtet shumë i rëndësishëm. Është vërtet shumë e rëndësishme, thash që është një cikël që për ripërsërit gjitha tematikat që kanë qenë në vitin 2007, janë pothuajse të njëjta tematika do të ripërsëriten edhe tani, prandaj mundoni të kujtoni se çfarë keni kaluar në atë periudhë, në mënyrë që të mos jeni të detyruar që të merrni të njëjtat mësime që morët atëherë, pra të mundoni të mos bëni të njëjtat gabime që bët atëherë, kjo është ide. Është më pozitiv, domethënë ndikimi negativ që ka është vetvetiu, sepse është tek shenja e Virgjëreshës, dhe kur kemi eklipse, domethënë tek shenja e Virgjëreshës, gjithmonë kemi shpërndarjen e sëmundjeve që janë infektive, domethënë kemi shpërndarjen e infeksioneve. Por domethënë kemi mundësi që të i kalojmë, t'ja anashkalojmë madje, sepse kemi mbrojtje vërtet shumë të madhe. Në përgjithësi ky eklips nuk mund të them që është shumë negativ, pra. Pavarësisht se është eklips, e thash. Pavarësisht se qiet çmenden kur është eklips, por në këtë rast vërtet që nuk mund të them që është shumë negativ, sepse ka shumë mbrojtje në hartë. Okej. Shumë faleminderit që morët pjesë dhe shumë faleminderit që më dëgjoni, që keni durime dhe ju të më dëgjoni. Dhe përses këtë video më të gjeni nesër te kanali im i YouTube-it. Okej, pra ndërkohë që për parashikimet periodike keni te kanali i YouTube-it, mund të ndiqni që atje. Faleminderit dhe natën e mirë. Natën.